të duk? Spanja nuk po më le për shtypje. As me këtë loj? Nuk po më le për shtypje. Me Francën, Spanja up. Franca është shumë më lartë. Është ekip që edhe bankën e ka më të mirë se disa titullarë që luajnë për Franca dhe bankën e ka më të mirë. Domethënë është një ekip fantastik. Është një ekip fantastik. Gjithmonë janë në ekuilibër, sulmojnë shumë mirë, kanë shumë talent. Ata ndeshën më të vështirë deri tash e kanë pas me Paraguajin, edhe gjithmonë I kemi pas, as nuk kanë rënë provokime, gjithmonë të koncentruar. Ndërsa Spanja nuk është ajo Spanja, sot edhe me fat fitun, do të me potencu, fitun me fat, nuk është kjo Spanja që ne jemi mësu me pa vite më përpara, është edhe që ndoshta lojtarët kryesorë janë kthy prej dëmtimit. Kishte pak përmirësim në lojën e sodit, për dallim prej lojëve më herët, nëse ke përcjell pjesën e parë, ishi shumë agresiv. Sot realisht profë bëri edhe trajnerin një ndryshim, do të thotë në vend të